Bravo! Unë kam vetëm 2 edicione që prezentoj Albania's Got Talent, kështu që matematikisht nuk mund t'jetë i imi, se është 3 vjeç, jo për gjë. Sonja dhe Zotrin, për herë të parë në historinë e një formati si Got Talent, kam përshtypjen globalisht në gjithë botën, një 3 vjeçar vjen në sken për të na treguar diçka. Përveç se ti je çuni më i bukur që ka shkelur ndonjëherë në këtë sken, dhe konfirmojmë, dhe duar trokasim se jemi dakord. Roani, sikurse të gjithë ata që janë gjendur para jurisë Albania's Got Talent, ka një super talent të veçantë. Roani është vetëm 3 vjeç, siç ju thash, po ka aftësinë që të njohë të gjithë flamujt e botës. Apo jo, Roan? Po, a është të vërtet kjo që thash unë, që ti nje të gjithë flamujt e botës? Po nuk ka më të mirë se ty. Edhe kjo është e vërtet, po. Tani, shpejt e shpejt që Roani mos ndrojmë mendje, se do na kërkoj të luajmë edhe do ja plas gonit pastaj. Me njerë me ndihmën e regjisë, Roani, do shohim disa flamuj aty te ekrani, edhe i gjejmë, shkojmë me të parë. Australia, bravo. Bravo. E gjetëm një. Shohim të dytin. Më ndihmoni, mos e kam o kollaj të rikëshu apo këshu, këshu më mirë. Si dush. Okej, kam kamerën. Bulgaria është e dyta, bravo. O dritë. Shohim flamurin e tretë? Ullu, Isli dhe mbaj në pret. Hollanda. Është Hollanda. Flamuri tjetër? India. Sa shpejt i gjen ky djalë, more, sa shpejt i gjen. Do shohim flamur tjetër? Irani. Kenya. Si e thot, mërëva. Bravo, mërshot, bravo. E gjetëm dhe kem, po ky? Kuba. Bravo, shok. Po tjetër? Po ky? Luxemburgu. Bravo! Ne do të, po. Shqipëria. Bravo, bravo. Po, ti e di që Shqipëria ka një këngë, ka një himn shumë të bukur? Unë e di për shembull. Refja mujt e përbashkuar në një të dëshim me një shkërim të gjithë atje të betuar Të lidhim besën për shpëtim të veça i largoj që është ditur tra vëtoj kush është të burë nuk friksohet, por vdesi një dëshmor. Bravo, bravo. Bravo! Amër shok që unë po kthehem këte dhe ti do të kthehesh këte nga flamuri. Flamurin e kemi shumë të bukur, po edhe një konkurent si Roanin e s'kishim parë dhe flamuri i Shqipërisë, i Shqiptarisë, i gjithë shqiptarëve kudo që janë. Bravo. Do të shtegoni Adelina, Elsa dhe Gjagji Castro që janë të juria tani. Do të dëgjojmë pak çfarë do na thonë? Po. Edhe Gjagji Podcastro. Tani, përpara se të filloj, të ta jap një puqet e faqja nga ana e gjithë atyre që po na ndjekin, se jam i bindur që gjithë duan të puqin pak tani. Aq i mirë je. Bravo. Bravo, shok. Bravo. Ogoni, Sa mirë që nuk është djali yt. pse? Po se ke këta aftësi ti. Pse për të kënduar, për njohur flamë? Jo për kënduar çanti. Po për të mbajtur këto të flamujve. Unë vetëm në Iran s'kam shkuar nga ato shtete që dolen. Po të shkosh s'na kthesh me, po ç'të duhet. Por shfrytëzojmë Roani sa po rri Bravo. akoma. Mos e lot, për mua është i përsosur. Shoku, je i përsosur tha Gjagji Gopi. I përsosur. I psosur. Gjeni. Teta Adelina.
Një zemër. O, të besim. Oh, je i mrekullueshëm. Po, shumë herë po. 100 herë po. Zemra e vogël. Shoku? Rohani, Këta Elsa. të erdhi pusja? Sikur s'na Ku të erdhi? Papa. Shpirti i vogël. Rohan, bravo, bravo, bravo. I gjete të gjithë flamurët. Dhe ti je një nga më të mirët Albania's Got Talent. Po për Teta Elcën. Bravo. Kastro. Po qartë të dhimë unë more. Një puthje më Kastro. Pite mami, i rubafshim Rohan. Puthjem të gjithë. Bravo, 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 bravo. Po qështë dhe i O, dritë me sa i pukuar.